Të nderuar shikues, u rikthyem në studio me personalitetin e ditës dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do flasim për një tjetër aktualitet, për një temë shumë të bukur, për një temë që ndërlidhet me aspektin fetar dhe njëkohësisht me atë që quhet festiv. Një ndër festat më të rëndësishme të kalendarit islamik është festa e Kurban Bajramit, që është festa e sakrificës, e flijimit, festa e devotshmërisë mbi gjitha, e besimit dhe e mëshirës. Le të reflektojmë mbi vlerat shpirtërore, solidaritetin dhe të bëhemi më të dashur me njëri tjetrin dhe më të afërt dhe më të dashur edhe me Zotin. Do të flasim për këtë temë, për atë cilët janë urtësitë që sjell festa e Kurban Bajramit, dispozitat që ka kjo festë dhe mesazhet për këtë festë kaq të rëndësishme fetare. Për të folur për një temë kaq të bukur dhe të rëndësishme, kemi nderin që të na nderojë në emisionin ton Hoxh Mafis Rustemi, që është njëkohësisht dhe drejtori i sektorit të diasporës pranë Bashkësisë Fetare Islame. Përshëndetje dhe mirë se na erdhat. Përshëndetje dhe mirë se u gjet. Faleminderit për kontributin tuaj që gjithmonë e jepni për emisionin ton. Faleminderit edhe juve për ftesën dhe për mundësinë që na jepni që t'ju drejtohemi popullatës tonë me disa fjalë, duke shpresuar sadopak të jenë të dobishme. Faleminderit shumë, edhe ju jemi mirënjohës. Duke qenë se ndodhemi në ditët e Haxhit, do të kisha dashur që të ndalemi pak në këtë pjesë, cilët janë disa prej mësimeve dhe urtësive që mund të nxjerrim nga rritet e këtij obligimi kaq të rëndësishëm islam. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Fillimisht e falemendrojmë Allahun xhaleshanu, salavatet dhe selam i dërgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve dhe gjithë besimtarëve. Gjithashtu e falemendrojmë edhe juve edhe një herë për mundësinë që na jepni juve dhe televizionit Koha, duke lutur Zotin që gjithmonë t'ju jap shëndet dhe sukses edhe në vazhdim. Padyshim të gjitha ritualet që bëhen në Haxh, e që Haxhi është një prej shtyllave kryesore të fesë islame, ashtu siç thot pejgamberi alayhis salam se Islami është ngritur mbi 5 shtylla, e një prej atyre është padyshim edhe Haxhi. Të gjitha ato rituale që i bëjnë haxhit tonë që janë në Haxh nuk janë thjesht vetëm disa lëvizje, por në vetë mbartin shumë mësime, shumë mesazhe, të cilët do i bënin dobi edhe haxhiut, por edhe neve që jemi nga këtu, që nuk jemi duke e bërë haxhin, mirë po kemi dikëndin që është në Haxh ose i shikojmë ata cilët e bëjnë haxhin. Prandaj edhe ne kemi shumë mundësi të përfitojmë prej atyre mësimeve. E para, haxhit kur shkojnë në Haxh e kanë një shprehje, cila është mote e haxhit, që është lebejk Allahume lebejk, tu përgjigje o Zot, tu përgjigje. Kjo thirrje besoj se nuk duhet të jetë e veçantë vetëm për haxhiun, por edhe neve si besimtarë që nuk jemi në Haxh, dhe gjithmonë ta kemi si motë të jetës tonë tu përgjigje o Zot, tu përgjigje. Sa herë që Zoti na urdhron për diçka, sa herë që Zoti na porosit që neve të bëjmë diçka, e jona si besimtarë është vetëm të themi lebejk Allah, tu përgjigje o Zot. Sa herë që Zoti na ndalon neve prej diçkaje që ai e ka parapar se është e ndaluar, se është haram ose e ka liçuar si të tillë, neve si besimtarë nuk kemi hapësirë për ta vënë në mëdijshje apo në dyshim urdhrin e Allahut, por vetëm duhet të themi atë që e thot haxhiu kur është në Haxh, lebejk Allahume lebejk, tu përgjigje o Zot, tu përgjigje. Pra, sikur na porosit ky rituali i haxhit, që gjithë jeta jonë gjithmonë të jetë e ndërtuar mbi bazë të nënshtrueshmërisë tonë ndaj Zotit. Gjithçka që vjen prej Zotit, neve vetëm të themi tu përgjigje o Zot, tu përgjigje. Pastaj një ritual tjetër që e bëjnë haxhilerët tanë që janë në Haxh është edhe veshja e ihramit. Veshja e ihramit do të thënë veshja e dy pjesëve të bardha që i vesh haxhiu, ata që janë burra, që në të vërtetë simbolizon edhe veshjen e ihramit për të vdekur. Sikur na bën me dije se ne si njerëz nuk duhet shumë të lëshojmë rënjë në këtë dunja, për arsye se jemi kalimtar në këtë botë. Një ditë do të vdesim, një ditë do të na e veshin ihramin ton, ose do të na e veshin qefinin ton, prandaj dhe duhet të jemi shumë të kujdesshëm këtë drejtim. Kur besimtari e kujton vdekjen më shpesh, atëherë padyshim se kjo e bën të jetë njeri më i mirë, qoftë në raport me Zotin, por edhe me njerëzit tjerë, sepse e din se nuk ja vlen që ne të bëhemi njerëz të këqij për interesat e kësaj bote, kur e dim se një ditë do dalim para Zotit dhe dunjan do e lëmë këtu në dunja dhe nuk do të marrim asgjë me vet. Prandaj edhe haxhiu kur e vesh ihramin është i obliguar
që të nxjerr nga trupi i tij gjithçka tjetër përveç ihramit të tij. Sikur e mëson haxhiun ky ritual, por edhe neve, se do të vijë koha kur dunjaja dhe pasuria e dunjas do të ngelet në dunja dhe ne nuk do të marrim asgjë nga pasuria. Gjithë këtë që neve ndoshta shpeshherë nuk e shikojmë se si e fitojmë pasurinë tonë, a është halal apo nuk është halal. Ndonjëherë edhe ndo shpeshherë të hidrohemi me njëri tjetrin për shkak të interesave dunjas ose pasurisë dunjas, na bën me dije neve rituali i ihramit gjatë haxhit se do të vijë dita kur ti dunjan do e lësh në dunja dhe nuk do të marrësh asgjë me vete. Prandaj mundohu të jesh i atill që pasurinë tënde fiton me halal, me ndershmëri, me punë të mira dhe mundohu që njerëzit t'i duash për hir të Zotit pas një interes dunjaje sepse nuk merr asgjë prej kësaj dunjaje. Gjithashtu një ritual tjetër shumë i bukur që e bëjnë haxhilerët tonë gjatë haxhit, që është një prej obligimeve të haxhit, është edhe tavafi rreth shtëpisë së Allahut, rreth Ka'bës, rrotullimi rreth Ka'bës. Sikur na jep një mesazh shumë të bukur edhe neve nga këtu, që gjithmonë të rrotullohemi rreth Allahu xhaleshanhu, e jo të rrotullohemi rreth dëshirave tona, rreth egos ton, rreth unit ton, sepse ne e shohim se fatkeqësisht njeriu modern epiqendër të tij e ka veten e tij, e ka unin e tij, egon, arritjen e kënaqësive të tija. Rrotullimi rreth Ka'bës na bën me dije se ne epiqendër të jetës tonë duhet ta kemi Allahun xhaleshan, arritjen e kënaqësisë së Allahu xhaleshan, arritjen e shpërblimeve të Allahu xhaleshan, dhe kjo padyshim se është një mesazh shumë i fuqishëm. Gjithashtu haxhilerët kur janë në haxh e bëjnë edhe gjuajtjen e guralecave. Gjuajtjen si thuhet në popullin ton, gjuajtjen e shejtanit me gur. Jo se me të vërtet shejtani është aty dhe këta haxhilerët ton shkojnë dhe gjuajnë shejtan. Simbolika e kësaj është se ne përmes gjuajtjes së gurve në xhemerat, ne i shpallim armiqësi shejtanit. Ne dëshmojmë përmes asaj se ne nuk jemi miq të shejtanit, por ne jemi armiq të atij. Dhe sa më shumë që je armiku i shejtanit, sa më shumë që je larg shejtanit, aq më shumë je i dashur i Allahu xhaleshanu dhe i afër Allahut subhanahu wa taala. Prandaj nuk ka hije që ne të shpallim armiqësi shejtanit gjatë haxhit dhe pastaj të bëhemi miq të shejtanit kur kthehemi në shtëpitë tonë ose në familjet tonë. Një ritual tjetër shumë i rëndësishëm gjatë haxhit është edhe saj mes Safas dhe Mervës. Vrapimi nga një kodër tjetër që në të vërtet neve na kthen në kohën e Ibrahimit alayhis salam. Atëherë kur Haxheria për të kërkuar ujë për djalin e saj të vogël Ismailin, vraponte herë nga njëra kodër, herë në tjetrën, dhe kjo sikur na bën me dije sakrificën që prindrit e bëjnë për fëmijët e tyre. Sakrificë kjo e cila duhet na obligojë neve me mirësjelljen ndaj tyre, me dashurinë ndaj tyre, për që jenë gjithmonë në shërbimin e prindërve tonë. Sepse fatkeqësisht përsëri themi e shohim si problem shumë të madh këtë në mesin e të rijve tanë, sikur janë shumë mos respektues ndaj prindërve të tyre, mos mirënjohës për gjithë sakrificën që prindrit e bëjnë për fëmijët e tyre, e ky ritual i haxhit neve na e kujton këtë gjë dhe na bën me dije se asnjëherë ne nuk kemi mundësi që t'i dalim hakut nënës ton apo babës ton për arsye se sakrifica që ata e bëjnë për të na arritur neve është shumë e madhe dhe kjo gjithmonë na bën që t'jemi neve na detyron që t'jemi mirënjohës dhe respektues ndaj prindërve tonë. Dhe pastaj edhe kulmi i gjithë haxhit, ritualeve të haxhit është qëndrimi në Arafat, që është në ditën e sotshme e që simbolizon qëndrimin para Zotit. Ditën kur gjithë njerëzit do të ringjallen dhe do të qëndrojnë para Allahu xhaleshanu për dhënë llogari, e që do të jetë një prej ditëve më të vështira, për arsye se atë ditë edhe do të bëhet ndarja e atyre që janë për në xhenet apo Zoti na ruaj për në xhehenem, dhe çdo njeri prej neve duhet në këtë ditë edhe të mendoj se a thu vallë çka ka përgatitur ai për ditën e takimit të tij me Allahun xhaleshanu dhe atë ditë kur do të definohen vendet, a thu vallë ne nga cila anë do të shkojmë. Dhe kjo prap themi duhet na bëj që të jemi njerëz më të mirë, njerëz më të sjellshëm, më solidar me njëri tjetrin, sepse e fundit vetëm veprat e mira janë ata që do i marrim me vete atë ditë kur dalim para Allahu xhaleshan. Pra shkurtimisht disa prej mësimeve që ne mund t'i nxjerrim nga ritualet e haxhit që janë të dobishme jo vetëm për haxhiun, por edhe neve që jemi këtu.
Sot është dita e Arafatit. Të flasim pak edhe për këtë ditë shumë të rëndësishme. Çfarë përfaqëson kjo ditë dhe cila është rëndësia e kësaj dite në fenë islame? Është shumë e vërtetë se sot jemi pra në ditën e Arafatit, një prej ditëve më të mëdha në kalendarin islam. Më të mëdha për arsye se jo se është një ditë përpara ditës së Bajramit, po për shkak se është dita në të cilën Allahu xhalleshanu e zbriti ajetin ku na bën me dije neve dhe gjithë njerëzimit se sot është përsosur feja e Zotit. El yawma akmaltu lakum dinakum, sot e përsosa fen tuaj. Thuhet se dikush në kohën kur Omeri radiallahu anhu ishte kryetari i muslimanëve, shkoi një nga çifutët dhe i tha: ju e keni një ajet kuranor që sikur ne ta kishim të ngjajshëm me të në librin ton, atë ditë do e merrnim ditë feste. Dhe Omeri tha: për cilën ajet e ke fjalën? Tha: për ajetin ku Zoti juaj thot: sot e përsosa fen tuaj, plotsova ndaj jush dhuntin time dhe jam i kënaq dhe zgjodha për ju islamin fe. Dhe Omeri thot: vallahi e di shumë mirë ditën se kur ka zbritur ky vend, kohën kur ka zbritur ky vend, dhe ne elhamdulillah atë ditë kemi ditë feste për arsye se ka zbritur pra në vendin në kodrën e Arafatit në ditën e 9 të muajit të Dhulhixhe, pra që është dita e sotshme. Prandaj edhe është e veçantë kjo ditë për arsye se në këtë ditë pra bëhet edhe nga ana e Zotit përsosja e fesë islame dhe një garancion që na jep Zoti se me të vërtet kjo fe do të jetë e përshtatshme për çdo kohë dhe për çdo vend dhe nuk do të ketë mundësi ndryshimi për arsye se është e kompletuar në formën më të përsosur të mundshme. Por gjithashtu kjo është edhe dita më e madhe për arsye se thot pejgamberi alayhis salam se kjo është dita kur Zoti më shumë t'i çliron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Pra nëse dikush ka qenë i destinuar për me qenë nga banorët e xhehenemit për shkak të madhështisë së madhe që e ka kjo ditë të Zoti, është dita kur Zoti më shumë t'i çliron njerëz nga zjarri i xhehenemit. Thot pejgamberi është dita kur Zoti krenohet përpara engjëjve të tij me njerëzit. Sepse kur Zoti i krijoi njerëzit, engjëjt thanë, melaqet thanë: o Zot, a do të krijosh në tokë dikëndin që do shkaktojë çrregullime dhe gjakderdhje? E Allahu xhaleshanu i tha: unë e di atë që ju nuk e dini. Dhe pikërisht në këtë ditë të Arafatit, kur me miliona njerëz grumbullohen në kodrën e Arafatit për t'u lutur Allahu xhaleshanu, Allahu krenohet me këta njerëz përpara melaqeve të tij dhe thotë: ja, kjo është ajo që unë e dija për njeriu dhe ju nuk e dinit. Se me të vërtet njerëzit pra nëse ata ndjekin udhëzimin e Zotit, gjithmonë kanë me qenë të mirë edhe për njëri tjetrin, por kuptohet edhe në raport me Allahun xhaleshanu. Është dita kur lutjet që i bëjnë njerëzit, qoftë ata që janë në Arafat, por edhe ne që nuk jemi, pranohen te Allahu xhaleshanu. Thot pejgamberi alayhis salam: lutja më e mirë është lutja që bëhet në ditën e Arafatit. Pra duaja më e mirë është ajo dua e cila bëhet në ditën e Arafatit. Prandaj edhe le të jetë kjo një nxitje për besimtarët tonë që këtë ditë ta shfrytëzojnë sa më shumë për t'u lutur Allahu xhaleshanu për gjitha dëshirat dhe nevojat e tyre, sepse me të vërtet është ditë që Zoti nuk i kthen lutjet e besimtarëve mbrapa. Pastaj është edhe një mirësi tjetër, sepse thot pejgamberi alayhis salam: kush agjeron ditën e Arafatit, pra ditën e sotshme, Zoti atij ja fal gjunahet e vitit të kaluar dhe gjunahet e vitit që vjen. Pra gjitha këto na dëshmojnë se me të vërtet dita e Arafatit është një ditë shumë e madhe, dita e 9 e muajit Dhulhixhe, që besimtarët, edhe ata që janë në haxh, por edhe ne që jemi këtu, duhet ta shfrytëzojmë deri në maksimum me vepra të mira, me lutjen ndaj Allahu xhaleshanu, me punë të mira, sepse janë mundësitë shumë më të mëdha për të pranuar gjitha ato lutje te Allahu xhaleshanu. Po. Të flasim tani për atë që quhet therja e kurbanit. Cilat janë dispozitat fetare të therjes së kurbanit, kujt i obligohet ky adhurim dhe cilat janë kushtet që është shumë e rëndësishme të dimë edhe ne edhe qytetarët, se cilat janë kushtet që duhet të plotësohen për ta bërë këtë detyrë, për ta kryer këtë obligim, a është fars, a është vajxhib apo është sunet i theksuar? Sipas mëdhepit Hanefi, që shumica e besimtarëve tonë këtu i takojnë atij mëdhepi, asaj shkolle juridike, therja e kurbanit është vajxhib. Pra është diçka e cila është e domosdoshme, jo në kategorinë e farzit, mirë po më njëherë pas farzit. Prandaj të gjithë ata sipas shariatit islam, të gjithë ata njerëz, të cilët kanë mundësi materiale, do me thënë kanë pasuri që arrin vlerën e nisabit në kohën kur vjen Kurban Bayram,
pastaj janë të mençur, janë besimtar dhe janë vendali, pra nuk janë udhëtar, këta obligohen me therrjen e kurbanit. Dhe definicioni i kurbanit është therrja e një kafshë të veçantë në kohë të veçantë nga persona të veçantë me një jetë të veçantë. Pra, therrja e kafshës së veçantë, për arsye se ne nuk mund të therrim çfarëdo kafshë që duam për kurban, po është kafshë e caktuar në ligjin islam, pra dihet duhet të jetë lop ose të jetë dele kështu me radhë, që për popullin, për masën tonë është shumë e njohur kjo gjë, por edhe gjithashtu është edhe koha e veçantë, pra therret kurbani nga prej faljes së namazit të Bajramit deri në ditën e tretë të Kurban Bajramit me namazin e qindis. Pra nuk mund ta therrim as para kësaj kohe as edhe pas asaj, sepse do të jetë vetëm një sadaka e rëndomt. Gjithashtu, siç thamë, edhe nga persona të veçantë, sepse duhet të plotësojë ato kushte që i përmendëm, por edhe me një jetë të veçantë. Niyeti duhet të jetë vetëm për hir të Zotit. Ne si besimtar nuk therrim kurban për dikën tjetër përveçse për Allahun xhaleshanu dhe me qëllim të arritjes kënaqësisë së Allahut xhaleshanu, ashtu siç Allahu në Kur'an na porosit dhe thot: thuaj me të vërtet namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë vetëm për hir të Zotit, vetëm për hir të Allahut, vetëm me qëllim që të arrijm kënaqësinë e Allahut xhaleshanu. Pra, nëse dikush i plotson këto kushte, atëherë atij i bëhet vajxhib sipas Islamit që ai ta bëj therrjen e kurbanit, dhe është shumë e rëndësishme të theksohet se është një obligim shumë i rëndësishëm. Nuk guxojmë ne si besimtar ta anashkalojmë therrjen e kurbanit. Për arsye se pejgamberi alayhis salam i kërcënon të gjithë ata që kanë thënë se janë besimtar. Ja kanë dhënë besën Zotit, dhe Zoti ju ka dhënë atyre shëndet, ju ka dhënë pasuri, ju ka dhënë të mira, dhe ata nuk e therrin kurbanin e tyre. Thot pejgamberi alayhis salam, kush ka mundësi të therr kurban dhe nuk therr, në ditën e Bajramit let mos afrohet në faltoret tona. Pra let mos vjen në xhamit tona, let mos vjen në vendet ku ne e falim namazin e Bajramit, sikur na bën me dije se ata njerëz nuk mund të jenë pasues të denj të sunetit apo traditës së profetit alayhis salam, për arsye se nga tradita e tij ka qenë therrja e kurbanit, dhe jo vetëm atij, por kjo traditë shkon deri tek Ibrahimi alayhis salam. Prandaj ne si besimtar, si pasues pejgamberit që Zoti na ka nderuar me shumë të mira materiale, e kemi edhe obligim vajxhib therrjen e Kurban Bajramit. E kurbanit. Kurbanit. Por cili është qëllimi shpirtëror dhe etik i therrjes së kurbanit? Si kontribuon ky adhurim realisht në forcimin dhe solidaritetin apo ndihmës të shtresave në nevojë? Pra, cili është qëllimi për t'ju ndihmuar për të bërë më human dhe më solidar për ata të cilët më shumë kanë nevojë? Kjo është shumë e rëndësishme. Do të thonë, asnjëherë Zoti nuk na obligon me diçka nëse ne nuk kemi përfitim. Zakonisht në të gjitha ibadetet, në të gjitha adhurimet, do të shohim se dobia atyre adhurimeve na kthehet neve, ose kthehet në shoqërinë përgjithësi. Edhe në këtë rast, me therrjen e kurbanit, Allahu xhaleshanu sinon kur na e bën obligim ose vajxhib përmes saj që ne të afrohemi te Zoti. Vetë fjala kurban vjen nga fjala arabe karebe, do të thonë afrim. Ne përmes kurbanit sinojmë të afrohemi te Zoti, sinojmë që të arrijmë devotshmërinë, sepse thot Zoti në një ajet kuranor: te Zoti nuk arrin as gjaku i kurbanit, as mishi i kurbanit. Te Zoti arrin devotshmëria. Pra nuk na ka obliguar Zoti neve me kurban sa ai ka nevojë për gjak ose sa ai ka nevojë për mish. Por Zoti përmes saj dëshiron të sheh sa ne dëshirojmë të sakrifikojmë për t'u afruar Zotit dhe për më arritur devotshmërinë, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pastaj përmes therrjes së kurbanit, neve shfaqim nënshtrimin ton dhe bindjen ton ndaj Allahut xhaleshan. Dëshmojmë se ne jemi të gatshëm të sakrifikojmë për hir të Zotit, për të ruajtur besimin ton, për t'u afruar te Zoti, për ta fituar kënaqësinë e Zotit. Dhe siç thamë edhe më herët, kjo na kthen tek Ibrahimi alayhis salam, të cilin kur Zoti e urdhroi që të bëj kurban birin e tij, që ishte më i dashuri i tij, ai nuk hezitoi të çojë në vend, pra ju bint Allahu xhaleshanu, dhe bile edhe Ismaili alayhis salam pranoi që të sakrifikon veten e tij vetëm e vetëm për dëshmuar nënshtrimin dhe bindjen e tij ndaj Zotit. Prandaj i tha babait të tij Ibrahimit alayhis salam: o baba jem, bëj atë me cilën Zoti të ka urdhëruar, e mua inshallah do të më gjesh nga durimtarët. Pra neve, elhamdulillah, Zoti nuk na ka obliguar që të bëjmë kurban veten ton ose evladin ton,
ai kërkon prej neve që një pjesë të pasurisë tonë që ai neve na i ka dhënë, ne ta ndajmë për me bë kurban, për me cilës neve do të dëshmojmë se jemi të atill që sakrifikojmë kur Zoti kërkon prej neve diçka për hir të Allahu xhaleshanu, për dëshmuar bindjen tonë dhe nështrimin tonë ndaj Allahu xhaleshanu. Gjithashtu, kurbani, thirrja e kurbanit tregon se ne jemi falemendrues ndaj Zotit, se ne jemi mirënjohës ndaj të mirave që Allahu neve na i ka dhënë. Dhe vetë Allahu në Kur'anin famëlar kur e urdhron Muhammedin a.s. me thirrje të kurbanit, çka i thot në surën El Kauther, që është një prej sureve që gjithë besimtarët tonë e dinë përmend, inna a'tainakal Kauther. Ne o Muhammed të kemi dhënë ty shumë të mira. Fasalli li rabbika wanhar, dhe ti për hir të Zotit tënd fale namazin dhe there kurbanin. Pra, fillimisht Allahu xhaleshanu ja kujton Muhammedit a.s. mirat e pafundme që ja ka dhënë. Dhe thot, nëse dëshiron ti që të jesh mirënjohës dhe falemendrues ndaj Zotit, atëherë për hir të Zotit fal namaz edhe bën kurban. Sikur na bën me dije se nëse neve nuk do të sakrifikonim nga ajo pasuri që Zoti neve na ka dhënë për hir të tij, nuk do të ishim falemendrues dhe mirënjohës ndaj Zotit. Lën tenalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Nuk do të arrini devotshmërinë përderisa nuk jepni atë që e keni më të dashur. Është interesant se gjithçka që ne kemi prej Zotit. Shpeshherë përmendim këtë, dhe Allahu nuk kërkon diçka që s'ka dhënë. Ai ti ka dhënë gjitha të mirat dhe pastaj prej atyre të mirave që ti ka dhënë, thot një pjesë të saj bëj kurban për hir timin, për dëshmuar se je mirënjohës për ato të mira të pafundme që ti kam dhënë. Prandaj kanë thënë dietarët, forma më e mirë e falemendrimit ndaj Zotit nuk është të thuash me gjuhën tënde elhamdulillah, sepse neve shpeshherë mendojmë se kryejmë obligimin e falemendrimit ndaj Zotit vetëm nëse themi elhamdulillah se herë që i shfrytëzojmë mirësitë e Zotit. Kjo është niveli më i ulët i falemendrimit. Niveli më i lartë i falemendrimit tonë ndaj Zotit është që ato të mira që Zoti neve na i ka dhënë, ti harxojmë ashtu si Allahu xhaleshanu kërkon prej neve. Nëse Allahu na ka dhënë shumë të mira dhe pastaj ai thot prej atyre të mirave ju duhet të jepni zeqat, prej atyre të mirave ju duhet të ndani diçka për të bërë kurban për hir timin, ne e bëjmë këtë gjë, dëshmojmë atëherë se jemi prej atyre që e falemendrojmë Allahun xhaleshanu, e nëse jemi falemendrues, thot Zoti, unë do t'u ashtoj ato të mira, e nëse jeni mohues, pra nuk e falemendroni Zotin, dinja se dënimi jem është shumë i rëndë. Pastaj një dimension tjetër i kurbanit është edhe ai human që e përmendet edhe ju, solidar, që neve mos gëzohemi vetëm vetë ditën e Kurban Bajramit, por të mundohemi që të ushtrim dorën edhe atyre që ndoshta janë me gjendje pak më të rënduar se sa ne, që spaku edhe ata ditën e Bajramit ta kenë të mbushur sofrën e tyre të Bajramit me mish nga kurbani që besimtarët tjerë ja kanë dhuruar atij. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sikur na ushtron neve që të jemi gjithmonë në shërbim të njerëzve tjerë, që gjithmonë t'u auduam tjerëve atë mirë që ne e duam për veten tonë, sepse fundja askush prej neve nuk e ka kompletuar, thot profeti alayhis salam, imanin e tij, përderisa nuk e don për tjetrin atë që ai nuk e don për veten e tij. Pra nëse ne në një hadith tjetër kalon, nëse nuk është besimtar i vërtet asnjëri prej juve, nëse ai në mbrëmje bie në gjumë me barkun e tij të ngopur, ndërsa fëmijën e tij nuk e zën gjumin nga uria. Edhe nuk është besimtar, mund ta themi edhe kështu, asnjëri prej neve, besimtari i vërtet, nëse ditën e Bajramit ai kënaqet me familjen e vet, ndërsa kujshia e tij nuk është duke u kënaqur sepse nuk ka me çka t'i ushqej fëmijët e tij ose nuk ka çka t'u ofrojë atyre për drekën e Bajramit. Prandaj kjo na bën që ne të jemi gjithmonë në shërbim të njerëzve të tjerë, të jemi solidar dhe human, sepse në fund pejgamberi alayhis salam tha, njeriu më i dashur te Zoti është ai i cili është më i dobishëm për njerëzit tjerë. Dhe pastaj edhe kurbani na shton edhe dashurinë mes njëri tjetrit, sepse ne e dimë mishi i kurbanit është e preferuar që të ndahet në 3 pjesë, edhe pse më e mira është e gjitha të jepet. Të jepet nevojtarëve ose në ato vende ku neve dëshirojmë të i destinojmë. Mirë po, është gjithashtu e mirë që nëse ndajmë atë në 3 pjesë, pra një pjesë për familjen tonë, për nevojtarët, dhe një pjesë tjetër për familjarët që ndoshta nuk janë nevojtarë, kanë edhe ata të mira, mirë po neve na lejohet që t'ju japim atyre
pjesë nga kurbani jon, sepse kjo na shton edhe më shumë dashurinë për njëri tjetrin. Na shton edhe më shumë afërsinë me njëri tjetrin, për cilën dashuri dhe afërsi njeriu bashkëkohor ka shumë nevojë. Pejgamberi alayhis salam thot, dhuroni, jepni dhurata që t'ju shtohet dashuria. Prandaj edhe ne përmes dhënjes së mishit të kurbanit tek njerëzit tonë familjar, ne e shtojmë dashurinë tonë mes njëri tjetrit, e forcojmë lidhjen tonë me njëri tjetrin, e padyshim se sa më shumë që ta duam njëri tjetrin, sa më shumë të jemi afër njëri tjetrit, aq më shumë edhe jemi afër xhenetit, sepse pejgamberi alayhis salam tha, nuk do të hini në xhenet përderisa nuk besoni dhe nuk do të besoni përderisa nuk e doni njëri tjetrin. Pra këtë lidhje ka bërë pejgamberi alayhis salam dhe ne inshallah përmes kësaj dhënjes së kurbanit neve na shtohet dashuria më tepër për njëri tjetrin. Do të flasim edhe për një tjetër temë që ndërlidhet sigurisht me dhurimin e kurbanit. Motoja e Bashkësisë Fetare Islame për këtë vit është dhuro kurbanin tënd për medresen Isa Beu. Të flasim pak për atë se sa është e rëndësishme që kurbanët të drejtohen në institucione arsimore fetare siç është medreseja. Është shumë e vërtet se Bashkësia Islame, do të thonë, këtë vit bën grumbullimin edhe gati se çdo vit për medresen Isa Beu. Për arsye se ne e dimë Bashkësia Fetare Islame është i vetmi institucion që përkujdeset për mbarvajtjen e jetës fetare në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe shpeshherë edhe kryetari i Bashkisë Fetare Islame Reisul Ulemaja Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetahu e përmendën se ne kemi afër 700 xhami, për shembull si Bashkia Islame, 1400 punëtor, 5 medrese, fakultet shkencave islame, institucione të tjera të ndryshme, të gjitha këto nuk kanë asnjë ndihmë nga jashtë. Të gjitha këto mbahen me kontributin e besimtarëve tonë, qoftë këtu nga vendi, qoftë edhe besimtarëve tonë që i kemi në diasporë vëllezërit tonë. Pra është kontribut i gjithë besimtarëve tonë. Prandaj edhe Kurban Bajramin, edhe kurbanët, për shembull gjatë kohës së Kurban Bajramit, është shumë e rëndësishme që të jepen pikërisht në medresen Isa Beu ose në Bashkinë Islame, për arsye se kjo garanton edhe vazhdimin e ekzistimit të islamit në këtë vend. Sepse nga medreseja, dhe kemi përmendur shpeshherë dhe çdo kush e thot, nga medreset tona dalin kuadro fetar, hoxhollar, por edhe njerëz të profileve tjera që pastaj i zhvillojnë ato, që inshallah do të jenë ata që do e vazhdojnë mësimin islam dhe mesazhin islam për hapjen e fjalës së Allahu xhaleshanuhu këtu në vendin tonë dhe që garantojnë ata student, ata nxënës që dalën nga medreset tona se islami në këtë vend ka të ardhmë. Paramendoni sikur ne mos e kishim medrese, nuk do të kishim kuadro fetar, nuk do të kishim hoxhollar, nuk do të kishte kush të na mësonte fenë e Zotit, nuk do të kishte kush të na mësonte çka është e mirë dhe çka është e keqe mbas asaj që neve na e ka mësuar Allahu xhaleshan. Prandaj edhe është obligim i çdo njërit prej neve si besimtar që jetojmë në këtë vend që tregojmë kujdes të veçantë në mbarvajtjen edhe në mirëmbajtjen e medreses, për arsye se është emanet që ne kemi trashëguar nga 1984, por edhe më herët, dhe inshallah duhet ta përcjellim gjenerat pas gjenerate, sepse është me të vërtet ajo kalaja apo fortifikata që garanton edhe mësimin e drejtë të islamit këtu tek neve, por edhe vazhdimin e këtij mësimi edhe në gjenerata që vijnë pas neve. Prandaj është shumë e rëndësishme ata besimtarë të cilët janë në jetë libër me dhënë kurban, që t'i bëjnë kurbanet e tyre, domethënë dhurat në medrese, sepse përmes kësaj ata jo vetëm që kryejnë një obligim, një vajxhib që e përmendëm më herët, por ata bëjnë edhe një investim shumë të mençur për veten e tyre. Sepse sadaka që jepen në institucionet edukative, fetare, arsimore, këto janë një sadaka e rrjedhshme. Si thot pejgamberi alayhis salam se kur vdes njeriu i ndërpritën veprat e tija përveç se në 3 raste, një prej atyre nëse njeriu pra kontribon në dituri e cila është e dobishme. Prandaj edhe ne përmes ndihmës që ja ofrojmë medreses, ne sa herë që aty do të mësohet fjala e Allahut, do të dalin nxënës të cilët kanë mësuar në ato institucione, ne do të marrim shpërblimin inshallah, qoftë edhe mbas vdekjes tonë. Prandaj edhe për këtë qëllim, duke e ditur se me të vërtet Bashkia Islame është shumë e nevojshme që besimtarët tonë të vazhdojnë me kontributin e tyre për mirëmbajtjen e medreseve tona,
edhe organizon edhe fitrat, edhe kurbanët që të jenë të drejtuara drejt këtyre institucioneve, sepse me të vërtet përmes këtyre ndihmave ne mbajmë të gjallë bashkësinë islame, e mbajmë të gjallë medresen tonë, e mbajmë të gjallë fakultetin e shkencave islame, pastaj pas plotësimit të nevojave për medresen edhe për fakultetin e shkencave islame, ajo që të bron nga kurbani shpërndahet pastaj edhe në për muftinit tona, pra në mesin e xhamateve tona që janë nevojtar, edhe në këtë formë pra ne edhe tregojmë humanitetin ton, solidaritetin ton, por gjithashtu edhe tregojmë interesimin ton për institucionet tona edukative arsimore fetare që i kemi në bashkësinë islame. Për fund, cili është mesazhi juaj për besimtarët në këto ditë të bekuara festive të muajit, fillimisht të muajit Dhulhigje dhe njëkohësisht të Kurban Bajramit? Le të mundohemi që këto ditë mendoj të shfrytëzojmë sa më shumë për të bërë vepra të mira, për të bërë punë të mira, sepse pejgamberi alayhis salam thotë nuk ka kohë në cilën vepra e mirë është e dashur te Allahu xhaleshanu se sa që është e dashur në këto ditë. Le të mundohemi të edukohemi për të sakrifikuar për hir të Zotit. Jo për të sakrifikuar gjithçka që neve na largon nga Zoti. Çdo cilësi e cila është e keqe, çdo cilësi e cila është negative, si mendjemasia, si xhelozia, si urrejtja, dashakeqësia, të gjitha këto duhet neve t'i sakrifikojmë, t'i largojmë nga vetja jonë, sepse janë një pengesë për t'u afruar ka Zoti dhe pastaj le të zbukurojmë me gjitha ato cilësi që Zoti i don dhe që na afrojnë ka ai. Dhe nëse ne pra do të jemi njerëz më të mirë, atëherë padyshim se do të jemi edhe më të dashur te Zoti. Prandaj le të jetë gjithmonë qëllimi i çdo njërit prej neve arritja e kënaqësisë Zotit. Nëse Zoti është i kënaqur me neve, ai do të bën që edhe ne të jemi të kënaqur edhe në këtë botë, por gjithashtu të jemi të kënaqur edhe atë ditë kur takohemi me Allahun xhaleshanu. Gjithashtu e shfrytëzojmë rastin që të gjithë besimtarëve tonë, shqiptarëve musliman që janë në këtë vendin tonë, t'ua bëjmë përherë edhe Kurban Bajramin, duke lutur Allahun xhaleshanu që t'ju jap atyre shëndet, mirësi, harmoni dhe gjitha të mirat në veten e tyre dhe në familjet e tyre. Ata që janë në haxh, inshallah Zoti u bën kabul haxhin dhe kthehen inshallah nga haxhi me gjunahet të falura dhe me haxh të pranuar. Inshallah qoftë çdo ditë e jetës suaj fest, deri kur festa më e madhe jona të jetë dita kur takohemi me Zotin dhe kur të na bën prej atyre që janë nga banorët e xhenetit inshallah. Amin, faleminderit shumë, i bashkangjitemi edhe në lutjes tuaj. Faleminderit shumë që ishi pjesë e këtij emisioni që kontribuat kështu edhe për një temë tjetër fetare për qytetarët tanë. Faleminderit që gjithmonë tani kohë për emisionin tonë dhe lutim Zotin që ju shpërblej. Faleminderit shumë, Zoti ju shpërblej. Pra të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetin e ditës, ku kemi mësuar më shumë rreth urtësisë dhe asaj që quhet festa e Kurban Bajramit. Kemi kuptuar këshillat dhe mesazhet që dalin nga kjo festë, nga mençuria e hoxhës së ftuar sot në emisionin ton. Ndërkaq që përveç asaj që e theksuam pak më herët që ajo që ishte e aspektit fetar, flimi i kurbanëve, të flijojmë kurban edhe egon ton, veset negative, cilësit negative, punët e këqija, t'i zëvendësojmë ato me punë të mira, të bëhemi më të mirë me njëri tjetrin dhe të afrohemi më shumë tek Zoti. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj, ne bashkë do të shihemi pas programeve festive të festës së Bajramit, ndërkaq në emër të stafit realizues të këtij emisioni, ju dëshirojmë çaste të këndshme festive, duke uruar çdo të mirë për ju dhe familjet e juaja edhe në këtë festë të Bajramit. Bashkë mirupafshim.